Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Artistja Mega Nuts me këngën The Truth na rikthen në studion e programit Music Plus dhe në këtë moment në studio është bashkuar e ftuara për sot Gledis Ballauri. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem pjesë e kësaj studioje dhe dua ta theksoj që në fillim që për mua është dyfish kënaqësi dhe vlerësim që jam në këtë studio, pasi për disa vite radhasi kam qenë pjesë e stafit të Radio Emanuel. Dhe më vjen shumë mirë dhe më bëhet shumë qefi që Radio Emanuel e vazhdon misionin e vet me të njëjtin përkushtim, të njëjtin pasion. Dhe ju përgëzoj dhe ju falenderoj shumë për... Edhe unë të falenderoj dhe vlerësoj që sot je pjesë e programit, mbi të gjitha për të prezantuar një projekt shumë të veçantë, ku ti tashmë je mbikëqyrse, këshilluese ti, kujdes dhe buzëqeshje për çdo brez. Prandaj për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta janë duke dëgjuar për herë të parë për këtë projekt, i cili nuk ka shumë kohë që ka nisur, si lindi ideja për projektin Kujdes dhe buzëqeshje për çdo brez dhe çfarë ju motivoi ta nisnit këtë nismë? Si e gjetë edhe ti veten aty? Po, atëherë projekti Kujdes dhe buzëqeshje për çdo brez është një projekt që ka filluar së fundmi, pra është në muajin prill filloi si projekt dhe dua të theksoj që është një projekt i zyrës së punës, pra i AKPA, i Agjencisë Kombëtare për Punësinë dhe Aftësitë, dhe Fondacioni Misioni Emanuel është zbatuesi i këtij projekti. Pra është një projekt i zyrës së punës dhe ti duke qenë se Fondacioni Misioni Emanuel prej vitesh zbaton projekte të kujdesit social, të punësimit, të këshillimit dhe ka eksperiencën e duhur për projekte të tilla, atëherë dhe është shumë e rëndësishme që ai është i përfshirë në këtë projekt si zbatues i tij. Gjithashtu ky projekt është pjesë e programit Puna në Komunitet, në mos gaboj, si lidhet ai me nevojat reale të komunitetit dhe çfarë bën atë të veçantë? Po, ky program quhet Puna në Komunitet sepse realisht është një ndihmë për komunitetin, kryesisht për target grupin e të fëmijëve dhe të moshuarve. Atëherë po e shpjegoj shkurtimisht si është si program. Janë punësuar 20 persona me kohë të pjesshme, të cilët janë të angazhuar në qendrat ditore të fëmijëve, qendrat ditore të moshuarve dhe në kujdes për të moshuarit në shtëpi. Pra të 20 personat, secili prej tyre janë në pozicionin e kujdestarit të fëmijëve, kujdestar të moshuarish, ndihmës guzhinjer, sanitarë dhe kujdestar të moshuarish në shtëpi. Janë këta persona që janë persona që janë të punësuar, këta 20 persona. Sikurse ti e përmende që këta 20 persona tashmë janë duke dhënë kontributin e tyre, janë punësuar, çfarë do të thotë kjo për ta, por edhe për komunitetin në cilin ata jetojnë dhe veprojnë? Atëherë, ky program është me një përfitim të dyfishtë, mund të themi, sepse përfitojnë personat që një person nga një punë kërkues afatgjatë punësohet, është shumë e rëndësishme për personin që vetë punësohet dhe programi do zgjasë fillimisht një vit, është një program një vjeçar. Dhe pjesa tjetër dhe akoma më e rëndësishme është ndihma që i jep komunitetit. Pra duke qenë sidomos pjesës së të moshuarve, duke qenë se këta persona shkojnë dhe kujdesen për të moshuarit në shtëpi, atëherë i moshuari përfiton drejt për drejt nga kjo lloj ndihme, nga kjo lloj shërbim që deri në atë ditë ndoshta e ka marrë në mënyrë të kufizuar nga një i afërm, ndoshta nuk ka pasur fare ndihmë, kështu që shumë e rëndësishme kryesisht për komunitetin programi. Por për ata persona që janë të punësuar, duke qenë se ti je edhe këshilluese projektit, si organizohet puna e përditshme, qoftë edhe në qendrat e fëmijëve, por edhe në qendrat e të moshuarve dhe pjesa tjetër e shërbimit në shtëpi si ofrohet? Po, puna e përditshme organizohet në varësi të orareve dhe nevojave që ka secila qendër. Qendrat ditore të moshuarve hapen në mëngjes
dhe deri në pjesën e drekës. Gjithashtu, ajo që u shtua shtesë me shtimin e stafit është që një pjesë e qendrave po frekuentohen, po funksionojnë edhe pjesën e mbasdites. Pra u zgjat orari i qendrave të moshuarve për t'ju dhënë mundësi më shumë të moshuarve për të qenë pjesë e këtyre qendrave. Edhe sidomos tani dita është po, më gjatë. Po, dhe sidomos tani që dita është më e gjatë. Për të dalë edhe para ditëve të moshuarit të shkojnë në qendrat, mund të konsumojnë një kafe, një çaj, të merren me aktivitetet, lojra, domino në qendra, të socializohen, festojnë ditëlindjet. Kështu që personat e punësuar janë pjesë e stafit dhe janë një ndihmë më shumë në qendrat e të moshuarve. Po ashtu edhe në qendrat e fëmijëve. Aktualisht qendrat ditore janë 3 qendra ditore të fëmijëve, ku fëmijët pasi mbarojnë orarin e mësimit, shkojnë në qendrat, konsumojnë në vaktin e drekës dhe më pas ndihmohen nga mësueset për të bërë detyrat e ditës të nesërme dhe në orarin pasi kanë mbaruar dhe detyrat, kanë dhe pjesën e kohës të lirë ku mund të zhvillojnë lojra, aktivitete dhe në pjesën e qendrave të fëmijëve, personat e punësuar janë shumë ndihmë pasi janë persona në kujdestarin e fëmijëve. Domethënë është vendosur një person më shumë për të qenë afër këtyre fëmijëve. Gjithashtu janë dhe pjesa e sanitareve që merren me pjesën e mirëmbajtjes së higjienës dhe të ambientit të qendrave. Çfarë do të thotë për këta persona të cilët janë punësuar, në kuptimin që era erës ne themi që ka shumë opsione, mund të, nëse njerëzit kërkojnë, gjejnë një punë, por nga ana tjetër kanë edhe sfida të tjera dhe kufizime në punësim. Çfarë do të thotë për ta, edhe sidomos për zonjat që janë përfshirë? Po, atëherë është një projekt i ri, mund të them që jemi në mbyllje të muajit të parë, por të gjithë personat që janë punësuar janë deri tani janë shumë falenderues, shumë të kënaqur me punën, janë pjesë e një stafi, pjesë e një komuniteti, janë të po angazhohen, po ingranohen më tepër në tregun e punës. Disa prej tyre mund të kenë dhe punët e para që për këtë arsye për këtë arsye për pjesën më të madhe të tyre është puna e parë që ata bëjnë, kështu që është shumë me rëndësi dhe shumë me vlerë për ta kjo lloj pune që atyre ju ofrua. Ne do të vazhdojmë bisedën në studio për të zbuluar më tepër nga ky projekti kujdes dhe buzëqeshje për çdo brez, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një hapësirë muzikore, vjen kënga Zot më ka marrë malli, kënduar nga Gloria Nure. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus. Por si zogu që ma
më ka marrë malli. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Gledisin në ditën e sotme. Pak më parë Gledis prezantove dhe ndave me ne që tashmë 20 persona janë pjesë e qendrave tuaja, qoftë tek qendra e të moshuarve, tek qendrat e fëmijëve, por edhe shërbimet në shtëpi për të moshuarit. Si janë përzgjedhur këta persona për të punësuar, çfarë kriteri ka pasur? Përzgjedhja ka qenë në gjithmonë bashkëpunim me zyrën e punës, kur një nga kriteret kryesore ishte që personat ishin punë kërkues afatgjatë, pra mbi një vit të regjistruar në zyra e punës dhe që ishin në kërkim të një pune, dhe ky ishte një nga kriteret kryesore për zgjedhjen e personave. Gjithashtu mund të përmend edhe faktin që pjesë e këtij projekti janë punësuar dhe disa persona me aftësi ndryshe, që kjo e bën akoma më të veçantë këtë program, duke qenë se ju japim mundësi dhe kësaj kategorie të jenë të përfshirë, të jenë të integruar në tregun e punës, dhe ata janë tashmë pjesë e stafit dhe pjesë e programit. Edhe nga ju që ne ishim duke folur edhe jashtë mikrofonit, në një moment tjetër ata dhe do të marrin disa trajnime specifike për atë që janë duke bërë. Po, atëherë duke qenë se personat janë në pozicionin e kujdestarit social, mund të themi, qoftë për fëmijët, qoftë për të moshuarit, gjatë këtij programi një vjeçar ata do trajnohen tek Drejtoria e Formimit Profesional për të bërë dhe kursin profesional specifik të kujdestarit social, për të qenë më të trajnuar, më të profesionalizuar për punën që ata bëjnë. Do t'i ndihmojë do t'i ndihmojë akoma më tepër dhe në të ardhmen. Çfarë ndryshimi ndoshta konkret keni vënë tek fëmijët, por dhe të moshuarit që përfitojnë nga ky projekt? Është, mund të themi që është ende herët, megjithatë prapë një muaj është një kohë e mjaftueshme për të parë edhe ndryshimet. Unë ndryshimin kryesor do ta përmend tek të moshuarit që marrin kujdesin në shtëpi. Duke qenë se shumica prej tyre janë të moshuar të vetmuar, fëmijët mund t'i kenë jashtë shtetit, që prej të moshuar që mund të themi shumicës prej tyre nuk kishin asnjë ndihmë, asnjë person që mund t'ju hynte në shtëpi, kështu që tek ata është ndjerë ndryshimi direkt, kanë një person që ju shkon çdo ditë, mund të kujdeset për punët e shtëpisë, t'i ndihmoj me marrjen e medikamenteve çdo ditë, t'i ndihmoj për bërjen e një pazari, apo thjesht dhe për t'i pasur një person për shoqëri, dhe për një bisedë, dhe kjo është pjesa më e rëndësishme për të moshuarit. Nuk e di, meqense ndalet tek ky moment, a ka ndonjë pjesë apo një histori që ty personalisht, por dhe stafin, ju ka prekur nga tereni edhe dëshiron të ndash me ne? Po, përsëri mund të them që të gjitha përditshmëria është sidomos tek të moshuarit, duke qenë se kur shkon tek një i moshuar dhe për shembull kemi pasur një zonjë që thoshte që tha nuk më hyn asnjëri në shtëpi, dhe e priti me shumë emocion atë pjesën që një vajzë nga projekti do t'i shkonte për ditë. Dhe duke qenë se dhe tani kohët ka ndryshuar, akoma edhe me fqinjët nuk është më ajo komunikimi apo marrëdhënia që ka qenë dikur, dhe kjo është pjesa më prekse, kur nga një i moshuar i vetmuar apo izoluar brenda në atë ambientin e tij, ai tashmë ka një person që dhe dita ditës, duke qenë se kjo është një kujdesi i përditshëm, familiarizohet me personin dhe e quan si pjesë të familjes së tij. Edhe sidomos brezi tyre ndjejnë po, brezi tyre ndjejnë që kanë një person që për çfarë do lloj problemi mundet t'i drejtohen dhe mund ta kenë ndihmë dhe mbështetje të përditshme. Kjo patjetër është shumë pozitive. Kjo është shumë pozitive. Sa mirë do të ishte që të gjithë të moshuarit që janë të vetmuar të kishin një person që mund të kujdesej. Po shpresoj që në të ardhmen të zgjerohen apo të ketë më shumë projekte apo nisma të tilla për të ndihmuar të moshuarit. Cilat janë apo kanë qenë ndoshta disa nga sfidat kryesore gjatë zbatimit të projektit? E di që është shumë herët, jeni në fillim të tij, por që besoj që fillimi ka ato sfidat e veta. Po, mund të them që si fillim projekti ka pasur një
vjueshmëri shumë të mirë. Sfida ndoshta pak për përzgjedhjen e grupit në fillim, sa u prezantua me personat që do të punësoheshin, sa u bë një intervistë paraprake me ta, u përzgjodhëm për të pasur një përzgjedhje sa më të saktë të personave. Por gjithsesi mund të them që personat ka qenë të ndërgjegjshëm për punë, e kanë kuptuar që në fillim atë pjesën e përgjegjësisë që duhet të kenë për punën dhe të detyrave të tyre. Janë në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët, me të moshuarit. Artuar secilit plani i punës, si kanë detyrat e ndara dhe atje ku janë në përqendrat, kështu që deri tani ka pasur një vjueshmëri shumë të mirë. Edhe besoj ka qenë një ndihmë edhe më e madhe edhe për qendrat të cilat patjetër, qendrat kanë ekzistuar prej disa vitesh dhe kanë pasur stafin e tyre prej pak a shumë 2 persona çdo qendër dhe patjetër që është një ndihmë shumë e madhe sepse dhe numri të moshuarve që frekuentojnë qendra ditore sa vjen edhe rritet dhe që duke qenë se janë më shumë veta staf, kanë mundësi që të përballojnë, mund të themi, apo të mbështesin më shumë persona gjatë ditës, po ashtu edhe në qendrat e fëmijëve. Ti je në kontakt të vazhdueshëm thuajse me secilin prej tyre. Staf për të. Sa e rëndësishëm është bashkëpunimi mes institucioneve, por edhe vetë komunitetit për suksesin e kësaj nisme? Padyshim që për të pasur sukses duhet të kesh një bashkëpunim të mirë dhe me institucionet e tjera. Bashkëpunimi kryesor është me zyrën e punës, që për çfarëdo lloj, nuk mund të them vetëm problematike, për çfarëdo lloj çështjeje kemi bashkëpunimin direkt me zyrën e punës. Jemi në komunikim të vazhdueshëm. Po ashtu edhe me komunitetin, sepse dhe personat, për shembull dhe me komunitetin e të moshuarve, sepse dhe personat që shkojmë dhe vendosëm këta kujdestarët, duhet të kishim dhe aprovimin e tyre, sigurisht, që vërtet ishte një ndihmë për ta, dhe të familjarëve, padyshim, po, dhe të familjarëve. Edhe personat që janë aty si ndihmës, mendoj që duhet keni kontakt më të gjerë, qoftë edhe me qendrat shëndetësore. Po, dhe me qendrat shëndetësore, shumë persona shkojnë i shoqërojnë edhe në qendrat shëndetësore, në vizita tek mjeku, kështu që dhe normal dhe ky bashkëpunim është shumë i rëndësishëm për të ecur sa më mirë puna. Duke qenë se pak nga pak ne po mbrim edhe në fund të bisedës në studio, cilat janë ndoshta planet për të ardhmen dhe cili do të ishte një mesazh që do të përcjellje për gjithë ata që janë duke na ndjekur edhe për sa i përket projekteve të tilla dhe projektit që ju jeni duke zbatuar? Po, planet, siç e përmenda në fillim, programi është 1 vjeçar fillimisht dhe më pas duke parë se si do të ecë, si do jetë suksesi i programit, do të mendohet se çfarë këta persona, si do të vazhdojë, çfarë vjueshmërie do të ketë pasi të mbarojë periudha 1 vjeçare e punësimit. Gjithashtu, pavarësisht se projekti është 1 vjeçar, këta persona përfitojnë pasi kanë një eksperiencë shumë të mirë pune. Po. Dhe në qoftë se nuk vazhdojnë në të njëjtin program, do ta kenë shumë më të lehtë për të gjetur një punë në një punë tjetër, do kenë një eksperiencë shumë të mirë pune dhe trajnimesh. Mesazhi që doja të jepnja ishte që të gjithë të rinjtë të jenë sa më të përfshirë në ndihmën ndaj komunitetit dhe të shikojnë këto lloj mundësish punësimi, jo thjesht si punësim për veten e tyre, por si një ndihmë dhe mbështetje të madhe që po bëjnë për komunitetin, kryesisht për fëmijët dhe të moshuarit. Pra kanë edhe një mision tepër human përveç pjesës të punësimit. Gledis, unë të falenderoj vërtet shumë, të uroj suksese në këtë punë të re, në këtë projekt të ri, ty personalisht, por gjithë stafit, sepse di që jeni një grup i madh të cilët bashkëpunoni për të realizuar projekte të tilla. Ishte kënaqësi të ishim së bashku. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit dhe suksese të mëtejshme dhe ju në punën tuaj. Unë të falenderoj dhe të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër atësirë muzikore, rikthehemi së bashku vetëm pas pak.